A të ka ndodhur ndonjëherë të dëgjosh një qen duke ulëritur natën dhe menjëherë dikush të thot me frikë, s'është mirë, qeni po paralajmëron ters. Kjo është një nga bestitnit më të vjetra shqiptare, e cila ka mbjetuar brez pas brezi. Ndjesia që të jep ajo ulërim e thellë në mes të natës është aq e fortë, sa edhe sot shumë njerëz ndjen të pasigurt kur e dëgjojnë. Po nga buron ky besim? Shqiptarët e lashtë besonin se qentë kanë aftësi që ne njerëzit nuk i kemi. Ata ndjen rrezikun, energjitë e errta, madje edhe praninë e shpirtrave. Nata shije si koha kur këto energji lëviznin lirshëm dhe qeni, si roje e shtëpisë, i dallonte i pari. Kështu ulërima e tij u kthye në një sinjal të keqardhjes apo të rrezikut. Thuaj se ulërima e qenit sjell 3 gjëra: rrezik, fat të keq ose lajm të hidhur. Në shumë fshatra besonin se qeni ulërinte kur dikush ishte sëmur rënd, kur një shpirt kalonte pranë ose kur një ngjarje e rëndësishme dhe jo e mirë po afrohej. Edhe nëse nuk ndodhte asgjë, njerëzit e merrnin seriozisht sepse qeni nuk ulërin kot. Një detaj interesant është se familjet e vjetra përpiqeshin ta thyenin tersin. Sa herë që qeni ulërinte, ata i drejtoheshin me zë: mos e prit të keqen. Besimi ishte që fjala e mirë mbron shtëpinë, ndërsa fjala e keqe mund ta tërheqë tersin. Kjo frazë përdorej si mburojë shpirtërore. Sot shkenca thot se qentë ulërin për arsye territoriale, komunikimi ose kur dëgjojnë zëra nga larg. Por pavarësisht shpjegimit modern, besimi i vjetër vazhdon të jetojë. Ka diçka në atë ulërimën e zgjatur të natës, një ndjenjë misterioze që e kemi trashëguar në gjak. Kështu që herën tjetër kur të dëgjosh një qen duke ulëritur natën, kujtoje këtë traditë të lashtë shqiptare. Sipas të parëve, tan qentë shohin atë që ne nuk e shohim, dhe ulërima e tyre është një paralajmërim nga bota e padukshme. E besosh apo jo, kjo bestytni mbetet një nga misteret më të forta të kulturës sonë.